Besoj ka qenë e qartë për të gjithë, që nga momenti që zoti Berisha u kthye për të rimarrë Partinë Demokratike, e gjithë struktura, baza e partisë ndoqi një projekt që qartësisht nuk çonte në fitore. Për arsye të thjeshta. Zoti Berisha ishte e shkuar, nuk mund të bëje ardhmje. Partia vuante nga modeli kryetarokracisë, po zoti Berisha është krijuesi i këtij modeli. Të gjitha aksionet politike të ndërmarra që nga 2021, shtatori e mbrapa, ishin gjitha një lojë demagogjike. Folën për independentizëm dhe u kthyen pastaj më mbrapa në servil të amerikanëve, deri dhe me pagesë, folën për primare, i zhbën primaret, i kthyen në fars, folën për parime konservatore, pastaj u haruan dhe këto parime, bën një luftë pa princip të dy grupimet e partisë, me akuzat ndërsjellta për korrupsion, për lidhje me banda, për gjegjes për vrasje, dhe pastaj këto u haruan dhe u lëpi çfarë ishte bështyrë për 2-3 vjet rresht. Të gjitha këto ishin arsyet mjaftueshme për të kuptuar që nuk ka asnjë shans për fitore.